Vllazën e motra në Gjermani po bëhet edhe më keq, pasi që jepet e drejt policisë po të hinë fshehur arazi po në banesë. Ky ligj është miratu para pak dite, i cili ju jep të drejt. Pro edhe online të mundohen pro t'ja instalojnë një farë programi që është trojan si lloj virusi, që të kanë qasje në çdo bisedë, çdo foto, çdo telefonat e kështu me radhë. Por thojnë në qoftë se nuk kanë mundësi pro online e pengon ndonjë program, ndonjë antivirus që e quajmë ne, pra ata do të hinë pro tinza në banesën e juaj, pro kur t'ju të shkonin punë, apo jeni dorë dikon, t'ja instalojnë atë, edhe t'ju kam pro nën monitorim, nën vëzhgim. Por çka është e mira? E mira është që aktualisht ky ligj është aprovu me ndimin AFD-s pro vetëm në Berlin. Por ju e dini që si të fillon dikon, po gjasa që mos ndalet të vazhdoj edhe në për tjerat zona pro, por duke marrë parasysh që Berlini ka mbi dikon rreth 5 milion banor, aty ka shumë vëllezër e motra shqiptar, po ta keni me dije një gjë të tillë, pro senet çka s'ju vyn mos i mani nëpër pajisje nëpër kompjutera. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.